Unë them se mësuesi me eksperiencë është më i aftë se vetë psikologu për të kapur në kohë dhe për të parandaluar ose për të adresuar një problematikë të nxënësi. Por çështja është koha e tij fizike sa mjaftueshme është për ta bërë këtë gjë. E dyta është, a është ai i mbrojtur? E treta është, ai shikon ai si detyrë të tij, apo është thjesht një pikë që ai duhet ta marrë përsipër dhe ndoshta nuk i takon, pra duhet rregulluar dhe këto gjëra. Dhe ndoshta ka frikë për qasje e tij nuk është më si ai mësuesi dikur që shkonte në familje, rregullonte gjëra, të fliste me prindin, prindi ishte i përgjegjshëm, prindi reagonte. Pra sot ka shumë elemente që e bëjnë këtë mësues të stepur të flasë, të reagojë dhe ndoshta dhe të kapë edhe situatën në momentin e duhur. Kështu që duke renditur të gjitha pikat kryesore që një mësues duhet të bëjë dhe ky bashkëpunimi të jetë patjetër çdo koherent me psikologun, gjithashtu edhe me mësuesin, duke ulur normën me prindin, pra duke ulur normën e mësuesit, mund të realizohet. Por thash që është ndoshta edhe kjo frika se përveç rastit të bullizmit tek nxënësit, shpeshherë mësuesit kanë marrë dhe vetë bullizëm, kanë marrë reagime të tilla kërcënuese ose ngacmuese nga nxënësit, ndoshta edhe nga mësuesit, dhe prandaj them unë është kjo qasje pak e distancuar, pra jemi distancuar nga njëri tjetri duke parë si harmik, por nëse ne secili bëjmë atë rolin e vet punën tonë, do kishim një ecuri më të mirë, sepse këtu duhet të përgjigjem dhe diçka që shpeshherë më vjen, se në fund të fundit duhet të alarmohemi, sepse ka ardhur atë piku në çdo vend, në çdo vend të botës, është bërë si kjo slogan tipik, ndodhin këto gjëra, ndodhin që nxënësi vjen me armë të ftohtë të tjerë. Ne nuk kemi bota, ne jemi një shtet shumë i vogël, me një popullsi që aq sa kemi mbetur, unë besoj fort, jo vetëm si prind, si pjesë e komunitetit, por edhe nga aspekti social, që ne mund të kontrollojmë, ne mund të menaxhohemi. Nuk besoj se numri i lartë i popullsisë që ka mbetur në Shqipëri është kaq i pa menaxhueshëm, është kaq e pamundur që të rrisësh buxhetin për sa i përket arsimit. Nuk besoj se është e pamundur. Unë them se ndoshta ka ardhur koha që ne ta kërkojmë si prindër, ndoshta u dashka në të lloj forme, sepse me pritjen, duke pritur, nuk kemi qenë në atë fazë të duhur. Ndaj besoj duhet kjo nxitje jo vetëm nga ne prindërit, por edhe nga mësuesit.